Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Mbrëmjen e sonte do e nisim me një lajm të kopshëm që morëm të hënë mbrëma për vdekjen tragjike të artistit ton Ergidini. Materiali në vazhdim do të na sjellë lamtumirën e tij të fundit, gjithashtu edhe pjesën e varimit me miq, familjar dhe ata që shkuan për ta nderuar. E ndjekim bashkë një material të përgatitur nga Vlorian Halili, ndërkaq Ergi u prek në paqe. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen. Të hënën e datës 21 u dha lajmi më i kopshëm për këtë vetë. Këngëtari Ergidini, 22 vjeç dhe miku i tij Klejdi Halili, 21 vjeç, humbën jetën në mënyrë tragjike në një aksident me motocikletë në afërsi të urës së ish bllokut në Tiranë. Viktima dolën jashtë rrugës kur drejtuesi i motocikletës humbi kontrollin. Aksidenti u regjistrua në orën 21:20 minuta, me shpresën që vdekja e tyre nuk do të shënohej edhe për shumë kohë. Por vetëm pas 30 minutash në spitalin ushtarak në Tiranë, ata nuk i mbijetuan plagëve. Rrugën që del nga zona e ish bllokut për në bulevardin Bajram Curri thuajse çdo ditë ka shërbime të policisë rrugore në patrullim, por mbrëmjen e të hënës, shërbimi policor shqiptar nuk ndodhi aty për fat të keq. Megjithatë, dy të rinjët që lëvizën pa kaska mbrojtëse janë vërejtur nga komandanti i grupit të policisë rrugore, i cili ishte duke lëvizur me makinë nga ura pranë drejtorisë së policisë së Tiranës në drejtim të urës pranë ish Hotel Dajtit. Oficeri i qarkullimit u ka kërkuar shërbimeve që ndodheshin te kryqëzimi i madh i bulevardit Dëshmorët e Kombit që të ndalonte motorin, i cili po shkonte drejt tyre. Teksa afrohej me mjetin e tij, oficeri rrugor kishte parë bllokim trafikut te kryqëzimi i ambasadës ruse, ku tashmë kishte ndodhur gjithçka. Motori të cilin ai kishte raportuar të shërbimet ishte aksidentuar. Pas kësaj, çdo tentativë ishte e kotë, asgjë s'mund të bëhej për tashmë të ndjerat. Me të kumtuar lajmi, estrada shqiptare shprehën dhimbjet e tyre për humbjen e këngëtarit përmes rrjeteve sociale, ku e njëjta pritet të ndodhte edhe ditën e martë ku Ergi do përcillej për në banesën e fundit në varrezat e qytetit të Shkodrës. Por ajo nuk ndodhi. Të gjithë këta emra pothuajse munguan. Në gishtrin mund t'i numëroja ata që ishin prezent në varrim. Mëngjesi i hershëm i të martës gjeti qindra familjarë, miq e fansat muzikës së tij pranë vendit ku jetonte Ergi para se të zhvendosej në Tiranë, që shprehën dhimbjen e mlefin e tyre për humbjen në një jetë në moshë rinore. Si është pak fjalë ngelim totalisht shoku. Nuk ishte diçka që nuk ishte e papritur për gjithë ne. Më është besuar edhe ende nuk kam besohet që nuk ndodhet këtu midis nesh. Ergin e kam dashur shumë, ka qenë realisht një djalë shëmbullor, një mik shumë i mirë, edhe janë të rrallë miq të vërtet si Ergi. Ishte shokuese, në momentin e parë nuk është se mund ta besoje se nuk e di ndodhi aq shpejt, nuk e di prisje të tjera gjëra nga ai, prisje të një ditë realizonte ëndrrën, vazhdonte projekte për cilat po punonte dhe që i la për gjysmë. Jemi njohur periudhat e të dyve, që ishin hapat e parë për të dy. Po kur e shef që për Ergin thjesht mbaroi, është të vështirë. Vazhdoj të jem në shok, nuk më besohet se është diçka, nuk e di, është hera, po thjesht nuk është e drejtë, se di, nuk di çfarë më thonë, thjesht. Nuk jam shokume, shumë e shokume. Ajo ko një djallë që më ka bërë gjithmonë shumë kom kesh me ta. Që kujtime të mira kom pe ati djalli. Jam shumë e mërzit. Bën shumë keq për familjen, shumë. Inshallah ju jep Zoti forcë me përballu këtë humbje të madhe.
ja kam thënë dhe Barbanës dhe ata është edhe gojarisht që fatkesisht njerëzit që ikin ngelen këtu në zemër, edhe mjafton vetëm ta vësh dorën në zemër edhe të ngresh syt nga qielli, sepse do ngelen gjithmonë këtu në zemrën tënde. Ergi ka lënë vend për të gjithë ata që e kanë dashur Ergin, ta vënë dorën në zemër e ta kujtojnë Ergin ashtu siç ishte Ergi, në zemër të madhe. Tashmë gjithçka ishte organizuar, në orën 3:30 do të dilte për të fundit herë nga shtëpia e tij për të përcjellur banesën e fundit. I shoqëruar nga ata që e dashën, Ergi po respektohej edhe një herë. Kortezhi që po ecte ngadalë rrugëve të heshtura të Shkodrës po respektohej nga kalimtarët, ku të gjithë në këmbë, me vetura apo bicikleta ndalonin për të nderuar tashmë të ndjerin. Dhimbja për gjithë po shtohej. Ergi me ritualet e fesë muslimane po përcillej me lot e me ndjenjen e ftohtë që të ofron vdekja. Të pranishëm ishin qindra njerëz që po bëheshin një me familjen për të ngushëlluar aq sa do mundem të shuarjen e Ergit. O Ergi e mor, shpirti jem. O shpirt po pushon, o shpirtës ka mëso me silë. Motra dhe babai nuk po mund të pajtoheshin me ndodhin e fatit. Për ta, Ergi nuk do t'i mbyll syt asnjëherë. Nëna që ndjerit nuk ishte pranishme në varrem. Feja muslimane nuk e pranon. Me dhimbjen më të madhe, me fjalët më të bukura, me kujtimet më të mira, Ergi u përshëndet, por me shpresin që nuk do harrohet për të kujtohet për atë që ishte. Ergi u presh në paqe.